Mirëmbrëma dhe mirë se veni në edicionin më të ri të emisionit 60 minuta. Do të vazhdojmë të flasim për mungesën e konstruktivitetit mes partive politike për të arritur një marrëveshje e cila do ta konstituante kuvendin e Kosovës. Sot për herën e tretë me radhë ka dështuar të kaloj propozimi vetëvendosjes për kandidatën për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiu, derisa u pa që as konsultat e kërkuara prakisht nga vetëvendosja nuk prodhuan rezultat. Se çfarë opsione mbeten tani partive politike për të arritur një dakordim apo angazhim serios, sidomos të vetëvendosjes për të tejkaluar këtë ngërç politik dhe sa mund të zgjas e gjithë kjo situatë. I diskutojmë pas pak në studio me analistin dhe profesorin Basri Muja, por si zakonisht në fillim ju sjellim ngjarjet kryesore të ditës. Vetëvendosja dështon edhe në përpjekjen e pesë për ta konstruar kuvendin e Kosovës, partitë politike vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për bllokim. Gjykata kushtetuese shpall antikushtetues ligjin për Komisionin e Pavarur për Media, konstaton se 5 nene ishin kundër kushtetuese. Kushtetuesja jep të drejtë të gjelbër ligjit për KPK-n. Caktuan afatet kohore për paraqitjen e mocioneve për rrëzimin e akuzave. Mbrojtja thashë dhe Veseli shpreh shqetësimet për vështirësitë që klientët e tyre patën për komunikuar me familjarën. Presidenti Osmani viziton dhe qëndron për një vizitë zyrtare në Finland. Nga atje, ajo thotë se çdo marrëveshje paqe nuk mund të inkurajojë ambicet imperialiste të Rusisë. Ka dështuar edhe përpjekja e 5 deputetëve për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Edhe të mërkurën, lëvizja vetëvendosje propozoi deputeten Albulena Haxhiu për krye parlamentare e pavarësisht shëndrimeve të partive opozitare se nuk do ta votojnë atë për kryetare të kuvendit dhe për të tretën herë dështoi zgjedhja e saj. Të mërkurën u bë edhe një tentim tjetër, por i pasuksesshëm për ta konstituuar kuvendin e Kosovës. Ndonë se para se të niste seanca konstituive u thirr një takim konsultativ nga kryesuesi i seancës Avni Dehari me përfaqësuesit e partive politike, konsensusi nuk u arrit. Lidhja Demokratike nuk mori pjesë e partitë e tjera parlamentare deri tash në opozit, e shprehën qëndrimin se nuk e mbështesin kandidaten e propozuar tash e 3 herë nga vetëvendosja. Seanca nisi e LVV-ja edhe të mërkurën nuk lëvizin nga propozimi që kandidate për krye parlamentare të jetë deputetja Albulena Haxhiu. Lëvizja vendosje propozon atë që gjithmonë ishte propozimi ynë, zonën Albulena Haxhiu për kryetare të kuvendit të Republikës Kosovës. Të nderuar kolegë, ju lutem gjithëve që ta mbështesni dhe të dalim nga kjo bllokadë. Propozimi u hodh në votim. 57 deputet i thanë po zgjedhjes së saj si krye kuvendare, 46 ishin kundër e 3 abstenuan. Në bazë të rezultateve të votimit, nuk ka lënë kandidatja për kryetare. Haxhiu nuk e mori asnjë vot më tepër se sa që mori në 2 votimet paraprake. Për dallim prej herëve të tjera, pos LDK-s, kësaj radhe kundër votuan edhe PDK-ja dhe AAK-ja. 3 deputetët e nismës abstenuan e në votim nuk morën pjesë deputetët e listës serbe. Kryesuesi i seancës konstatoi se nuk ishte kushte që seanca të vazhdonte mëtej. Si që kërkon rregulloria e kuvendit, Dehari e ndërpreu këtë mbledhje të deputetëve për të vazhduar pas 48 orësh, të premten në orën 10. Partia fituese zgjedhjeve të fundit dhe ato në opozit kanë akuzuar njëra tjetrën për dëshimin e 5 të konstituimit të kuvendit. Qëndrimet e tyre ishin të njëjta edhe në seancën e së mërkurës ku partitë opozitare kundërshtuan zgjedhjen e Albulena Haxhiut si kryetare të kuvendit e vetëvendosja mbrojti kandidaturën e saj. Ministrja në detyre drejtësisë e deputete Albulena Haxhiu edhe të mërkurën ishte emri i propozuar nga lëvizja vetëvendosje për kryetare të kuvendit, por që sërish nuk i mori votat e mjaftueshme. Disa nga partitë opozitare thanë se ajo nuk është figurë unifikuese dhe se nuk do ta mbështesin atë, teksa nga partia fituese u shprehën se ajo u ka dhënë shumë të kuvendit e qeverisë dhe se është gruaja më e votuar në zgjedhjet e 9 shkurtit. Deputetja nga vetëvendosje Mimoza Kusari Lilja akuzoi partitë deri dia opozitare se po e bllokojnë konstituimin e kuvendit me qasje diskriminuese ndaj Haxhiut. Albulena Haxhiu është gruaja më e votuar në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit me 125.000 vota.
apo thënë ndryshe në numra, 3 herë më shumë vota se parafolsi zoti Haradinaj, me 25.000 vota, apo 2 herë më shumë se i tërë grupi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nismën, grupit konservativ intelektual që kanë qenë bashkë. Do të thotë pesha politike, legitimiteti i zonjës Albulena Haxhiu për qenë kryetare e kuvendit është i pakontestueshëm. Nga PDK-ja u shprehën se vetëvendosja nuk mund t'i marrë votat me zor dhe se duhet të provojnë me një emër tjetër për kryetar të kuvendit. Mentaliteti arbitrar i marrjes së votës me zor nuk ka vend në një sistem demokratik. Sikur të dënte lëvizja vetëvendosje me zhblloku situatën, ata tash e dinë saktësisht që s'po 2 kandidat nga grupi tyre parlamentar i marrin votat e mjaftueshme. Por po duket që qëllimi i tyre është me vazhdu blokadën. E deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami përsëriti qëndrimin e partisë se nuk kanë vot për asnjë kandidat të LVV-s. Kryetari i kuvendit rrjedhimisht duhet të bëhet me marrëveshje politike. Këta nuk dëshirojnë të bëjnë me marrëveshje politike, janë edhe 14 parti të tjera, 13, të më thonë qofse heqim këtu LDK-n dhe lëvizjen vetëvendosje, i kanë, ne jemi 20 deputet në kuvendin e Republikës së Kosovës prej 120-ve, janë dhe me thonë edhe të tjerë të cilët janë të gatshëm të hynë. Është paftësi dhe përgjithësi e tyre për të krijuar një shumicë të cilën ata s'donë ta kryejnë. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj theksoi se Shqipe Mehmeti Selimi e Saranda Bogujevci vazhdojnë të jenë 2 deputetet e vetëvendosjes që do të votoheshin nga partia që e udhëheq, kurse Fatmir Limaj, kryetari i nismës, u shpreh se Kosova nuk e ka luksin të qëndrojë pa kuvend të konstituar. Kandidatura është jo unifikuese dhe ajo po na pengon. Edhe për me shku zgjedhje duhet ta koordinojmë opozicë. Një gjë do ta kemi të qartë. Më rëndësishme se çdo gjë tjetër, Kosova nuk e ka luksin me mbet pa institucione. Shpresoj që do të gjinen, po institucionet bëhen përmes rrugëve të njohura, ashtu siç bën bota qytetëruar, dhe shpresoj që kjo do të ndodhë. Ai dhe 2 deputetët e tjerë të nismës edhe në këtë seancë abstenuan. Të mërkurën dështoi për herë të tretë votimi i Albulena Haxhiut për kryetare të kuvendit, ndërsa seanca konstituive me 4 pika të rendit të ditës nuk u përmbyll as në përpjekjen e 5. Deri tash vetëm 2 pika kanë kaluar, konfirmimi i mandateve dhe betimi i deputetëve. 2 pikat e mbetura për konstituim të kuvendit janë zgjedhja e kryetarit dhe 5 nënkryetarëve. Seanca e radhës do të mbahet të premten. Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera. Gjykata kushtetuese ka marrë vendim për shfuqizimin e ligjit të Komisionit të Pavarur për Media, duke rrëzuar atë në tërësi. Sipas kushtetueses, 5 nenit të ligjit për KPM-n bien ndesh me Kushtetutën e Kosovës. Paragraf të nenit 15, zgjedhja e anëtarëve të KPM-s, shkarkimi kryetarit dhe anëtarit të KPM-s, leja transmetimi dhe ripërtrirja e tij, rregullimi i pronësisë së të licencuarve, regjistruarve dhe sanksionet me gjobë, sipas vendimit janë në kundërshtim me Kushtetutën, andaj gjykata konstatoi se ligji kontestuar shfuqizohet. Gjykata kushtetuese sot gjithashtu ka marrë vendim edhe për ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës, për të cilin ka dhënë dritën e gjelbërt për dekretim nga presidentja. Të 2 ligjet ishin dërguar për vlerësim të kushtetueshmërisë nga deputetët e legjislaturës së karuar të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ata të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani, e cila po qëndron për vizitë zyrtare në Finland, ka theksuar rëndësinë që çdo marrëveshje e ardhshme paqe mes Ukrainës dhe Rusisë të mos e inkurajojë Moskën që të ndjekë më tej ambicjet e saj imperialiste dhe territoriale ndaj vendeve të tjera. Dhe nuk po flas vetëm për këtë pjesë e Evropës, po flas edhe për Ballkanin Perëndimor, sepse ka pasur gjithmonë një qëllim tradicional dhe historik të Rusisë për të krijuar një efekt zinxhiror, ka thënë Osmani të mërkurën gjatë një konferencë të përbashkët për media me presidentin e Finlandës. Osmani deklaroi se nëse i bëhen lëshime Rusisë vetëm sepse është më e madhe dhe ka më shumë armë, kjo është e rrezikshme për pjesën tjetër të botës dhe jo vetëm për kontinentin evropian. Ajo tha se beson se është shumë e rëndësishme që presidenti amerikan Donald Trump po i kushton vëmendje vuajtjes njerëzore. Presidenti Osmani po ashtu shprehu mirënjohje të thellë për përkrahjen historike dhe të vazhdueshme të Finlandës ndaj Kosovës.
Janë caktuar afatet kohore për paraqitjen e mocioneve të ekipeve mbrojtëse për rrëzimin e akuzave në akt akuz. Në çështjen gjyqësore ndaj Hashimtashit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit janë vendosur disa afate kohore lidhur me mocionin e ekipeve mbrojtëse. Kryetari i trupit gjykues Charles Smith III tha se trupi gjykues e urdhëron mbrojtjen që mocionin e saj ta dorëzojë deri më 2 qershor ose pas 14 ditësh pas vendimit të fundit të trupit gjykues lidhur me provat e prokurorisë, raporton Betimi për Drejtësi. E në konferencën mbi ecurinë e çështjes, avokati mbrojtës i Kadri Veselit ka paraqitur kërkesën e tyre, siç kanë thënë, me problemin e vazhdueshëm të Veselit për të paktën 3 muajt e fundit për të pasur mundësi të komunikojnë me fëmijët e tij përmes telefonit. Gjashtë u ankua dhe mbrojtësja e Hashimtashit Luka Mishetish. Trupi gjykues në çështjen gjyqësore ndaj Thaqit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit kanë bërë të ditur se nuk do të dorëzojnë dokumente ose të thërasin dëshmitar në këtë rast, ndërsa mbrojtja e Thaqit përfaqësuar nga avokati Luka Mishetish tha se do t'i thërasin deri në 10 dëshmitar. E prokurori tha se nuk ka asgjë për të paraqitur më nga provat e tyre përveç se për t'u përgjigjur parashtrimeve që dalin. Në kundër përgjigjet dhe përgjigjes së ZPS-s për parashtrimin F03. Policia e Kosovës me kërkesë të kryetarit të komunës së Leposaviqit ka ndërmarrë të bërkurën aksion për lirimin e hapësirave publike të uzurpuara në këtë komunë. Sipas njoftimit të policisë, këto hapësira ishin në pronësi të komunës së Leposaviqit dhe ishin zënë në mënyrë të jashtëligjshme nga institucionet paralele të Serbisë, të cilat vepronin në kundërshtim me rendin juridik të Republikës së Kosovës. Në kuadër të këtij operacioni janë mbyllur disa zyra të institucioneve paralele të ashtu quajtura, zyra për punësim, zyra e pensioneve dhe ndërmarrja hotelierere Kopaoniku, ku operonin disa njësi të tjera brenda këtyre objekteve. Autoritetet thanë se ky veprim përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt sundimit të ligjit dhe integrimit të plot institucional në të gjithë territorin e vendit. Gjatë ditës, autoritetet kanë ndërmarrë veprime edhe për mbylljen e një kompanie paralele të Serbisë që vepronte në komunën e Shtrpsës. Ministra në detyrë e ekonomisë Artane Rizvanolli deklaroi se institucionet paralele që veprojnë në direktiva të Beogradit nuk kanë vend në territorin e Kosovës. Një pjesëtar i policisë së Kosovës është arrestuar dhe ndaluar për 48 orë me dyshimin se ka kryer veprën penale. Ndihmë gjatë kryerjes së veprës penale ka bërë të ditur Inspektorati Policor i Kosovës, i cili ka konfirmuar se arrestimi ka ardhur pas disa kontrolleve në 2 lokacione të ndryshme në regionin e Gjakovës. IPK-ja ka bërë të ditur gjithashtu se lidhur me këtë rast dy zyrtar policor po hetohen në procedurë të rregullt me dyshimin për veprën penale zbulimi fshehësi zyrtare. IPK-ja gjithashtu ka rekomanduar suspendimin e këtyre zyrtarëve. Tutje inspektorati ka bërë të ditur se këto kontrolle janë kryer në kuadër të një hetimi penal që është duke u vazhduar ndaj disa zyrtarëve policor lidhur me dyshimet për përfshirje në veprën penale, ndihmë gjatë kryerjes së veprës penale dhe zbulimi fshehësisë. Gjatë kontrolleve, hetuesit e IPK-s kanë sekuestruar disa prova materiale që mund të kenë rëndësi për procedurën hetimore, ka njoftuar ky institucion. Do të flasim për zhvillimin kryesor të ditës, ku